Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Bashkia Gjirokastër nëpërmjet donatorëve po realizon pajisjen me sisteme fotovoltaike të 2 institucioneve arsimore. Ky investim ka përfshirë kopshtin që pret numrit më të lartë të fëmijëve, Cicërima dhe gjimnazin Siri Shaplo. Ndërkohë, në kuadër të përgatitjeve për vitin e ardhshëm shkollor, nga Drejtoria e Arsimit po punohet për përmirësimin e infrastrukturës fizike të gjitha godinave shkollore. Bashkia Dropu nderoi me titullin qytetar nderi kryetarin e Bashkisë Ajas në rajonin e Larisës, Antonis Gudaras, në vlerësim të kontributit të tij në forcimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve mes dy komuniteteve. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve dhe trupit diplomatik, ndërsa aktiviteti u shoqërua me mikpritjen dhe traditat karakteristike të Dropullit. Parku Kombëtar Lumi Vjosa po forcon bashkëpunimin me institucionet dhe komunitetin për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave natyrore e kulturore të zonës. Në këtë kuadër, zyra e administrimit të Parkut Kombëtar Vjosa dhe Qendra Kulturore Mediatike Antigonea nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi që synon ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të parkut. Galeria e Arteve në Memalia ka çelur ekspozitën Arti Shqiptar përballë Modiglianit, rastësia përballë ndikimit, e prezantuar më herët në Tiranë dhe Prishtinë. Ekspozita sjell vepra të certifikuara të piktorit italian të vendosura në dialog me krijimtarinë e artistëve shqiptar dhe do të mirëpres vizitorët deri në 23 gusht. Ju njohim tani më gjerësisht. Bashkia Gjirokastër nëpërmjet donatorëve po realizon pajisjen me sisteme fotovoltaike të 2 institucioneve arsimore. Ky investim ka përfshirë kopshtin që pret numrin më të lartë të fëmijëve, Cicërimat dhe gjimnazin Siri Shaplo. Ndërkohë, në kuadër të përgatitjeve për vitin e ardhshëm shkollor, nga Drejtoria e Arsimit po punohet për përmirësimin e infrastrukturës fizike të gjitha godinave shkollore. Është taraca e kopshtit nr. 2 në Gjirokastër, që ndryshe njihet si Cicërimat, shihet qartë se tashmë ajo është mbuluar me panele diellore të cilët janë montuar së fundi, në kuadër të përgatitjeve që Bashkia Gjirokastër bën për fillimin e vitit të ri shkollor. Nga ky investim i financuar prej donatorëve ka përfituar edhe gjimnazi Siri Shaplo. Këtu jemi te kopshti nr. 2 që po bëhet një investim i jashtëzakonshëm, si dhe te gjimnazi Siri Shaplo me panele diellore, të cilat ne jo vetëm që do ndihmojmë në mos harximin e energjisë elektrike, por pse jo edhe të japim energji elektrike nëpërmjet paneleve diellore. Ju e shihoni edhe vetë që në çdo kopësht, në çdo klas janë vendosur kondicioner për zhdukjen e një herë për gjithmonë të sobave të druve të zjarrit, ku me gjithmonë kemi pasur vështirësi edhe ndoshta edhe për furnizimin e tyre me dru. Ja kemi dalë që në gjitha ambientet e kopshtit të vendosen kondicioner. Jo vetëm tek kopsht, por në gjitha investimet do vazhdojnë. Ta gëzojnë fëmijët, ta gëzojnë prindit, po edhe ne ta gëzojnë, sepse nuk e kthejmë kokën mbrapa me këtë investim që kemi bërë. Ju e patë vetë që investim i kolosal që është bërë, po frutet do t'japi në dimër, kur fëmijët do të kenë nevojë, po edhe në bahar ndoshta për freskimin e tyre. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Bashkinë Gjirokastër, Arben Rexha, thotë se ky investim madhor do të çojë në kursime të konsiderueshme të energjisë, duke ulur edhe faturën që Bashkia Gjirokastër paguan për energjinë në institucionet arsimore. Vendosja e këtyre paneleve ka të bëjë jo vetëm me ndihmën që më jep mua me vendosja e këtyre kondicionereve, por me argjimin e pakët të korrentit. Ne do bëjmë një balans, sa japim ne nga panelet diellore dhe sa harxojmë. Ka raste që ne edhe mund të shesim dhe nuk mund të blejmë, sepse mund të jemi pushim. Dhe kjo ka të bëjë me mos harximin e energjisë elektrike dhe përkursimin e vlerave monetare të bashkisë. Pavarësisht se është verë, kopshtet në Bashkinë Gjirokastër vazhdojnë të funksionojnë duke pritur fëmijë, por në një numër më të reduktuar se gjatë vitit shkollor. Kopshti dhe qerdhet nuk do të mbillen për gjithë sezonin. Do të thënë, për 365 ditë që ka viti, 365 ditë kopshti dhe qerdhet të jenë të hapura. Do të funksionojë edhe me ushqim, sidomos kopshti nr. 2, kopshti nr. 7 dhe kopshti nr. 4. Aty ku ka shumicë të fëmijëve. Po të ngjitemi lart, frekuentimi i fëmijëve është i kënaqshëm dhe mua më vjen mirë që prindit, fëmijët i lënë në duart të sigurta. Dua të falenderoj edukatorët, do të falenderojmë ekipin mbështetës të pastruesit, kuzhinierët, me tërmend është bërë një punë e jashtëzakonshme.
Bashkia Dropull nderoi me titullin qytetar nderi kryetarin e bashkisë Ajas në rajonin e Larisës, Antonis Gudaras, në vlerësim të kontributit të tij në forcimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve mes dy komuniteteve. Në ceremoni morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve dhe trupit diplomatik, ndërsa aktiviteti u shoqërua me mikpritjen dhe traditat karakteristike të Dropullit. Intelektual të zonës, kryebashkiakët e Finikit, Gjirokastës e Sarandës, drejtuesit e prefekturës dhe qarkut Gjirokastët, nënprefekti Sarandës, si dhe konsulli i Greqisë në qytetin e Gurt, ju përgjigjen pozitivisht test sekretarit të Bashkisë Dropull, zoti Dimitri Toli, për ceremoninë e akordimit të titullit qytetar nderi kolegu dhe miku të gjithëve, kryetarit të Bashkisë Ajas në rajonin e Larisës në Greqi, zoti Antonis Gudaras. Kjo ceremoni organizua pas vendimit të Këshillit të Bashkisë Dropull për të nderuar të kundëndodhurin Antonis Gudaras. Shpalim që qytetar nderi të bashkisë me motivacionin se si kryetar dhe i në zonën Rogonit në Greqi ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë në programet e ndryshme dhe direkt me dhënien e shumë ndihmave për zonën tonë, që ishin mjaft nevojshme dhe të domosdoshme. Çfarëdo që i është kërkuar ka ndërhyrë për këto institucionet e ndryshme dhe na kanë ndihmuar. Kjo e bën atë të jetë tamam qytetar nderi i zonës sonë, sepse ka punuar dhe ka punuar si kur të ishte qytetari i kësaj zone. Prandaj menduam si këshill me kërkesën e kryetarit të bashkisë, si këshill bashkiak të japim atë titull qytetar. Mendoni se kontributi i zotit Gudaras do të vazhdojë edhe në të ardhmen kur mos jetë kryetar bashkie? Unë e besoj, derisa punoi kaq shumë, na ndihmoi aq shumë kur nuk ishte qytetar, se tash neve do ta quajmë si qytetar të zonës sonë, të Dropullit dhe të Pogonit, besoj se tash ndihma do të jetë më e madhe. Kryebashkiaku nga Larisa mbriti në Dropull i shoqëruar nga shumë bashkëpunëtor, por edhe me familjarët e tij. Ndihem shumë i emocionuar sot. Kam 32 vjet që shërbej në pushtetin lokal dhe jam mësuar të jem më shumë njeri i veprave dhe më pak i fjalëve. Jam mësuar të zbuz sa më shumë dhimbje dhe qytetarit dhe të çdo banori. Bashkëpunimi me ju, me bashkitë e Dropullit, Finikit dhe të Gjirokastës ka filluar para pak vitesh nëpërmjet projekteve të Bashkimit Evropian. Tashmë jam njëri prej jush dhe do të vazhdoj të jem zëri juaj në Komisionin e Rajoneve në Strasburg dhe në Bruksel. Pas ceremonisë së akordimit të titullit, përshëndetën disa prej të ftuarve të nderit, ndërsa veshjet karakteristike të zonës dhe mikpritja tradicionale dropullite krijuan një atmosferë të veçantë dhe festive. Parku Kombëtar i Lumit Vjosa po forcon bashkëpunimin me institucionet dhe komunitetin për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të zonës. Në këtë kuadër, zyra e administrimit të Parkut Kombëtar Vjosa dhe Qendra Kulturore Mediatike Antigonea nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi që synon ruajtjen e trashëgimisë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të parkut. Vjosa nuk është vetëm një lum, ajo është një pasuri natyrore dhe kulturore, një histori e shkruar ndër shekuj përmes legjendave, baladave dhe traditave që janë përcjell nga njëri brez te tjetri. Për administrimin dhe mbrojtjen e kësaj trashëgimie është ngritur një strukturë e posaçme pune për Parkun Kombëtar të Lumit Vjosa. Një proces që nuk lidhet vetëm me ruajtjen e territorit, por edhe me krijimin e modelit ku institucionet, komuniteti dhe banorët bëhen pjesë e mbrojtjes së kësaj vlere të përbashkët. Gjatë një viti, ne si zyrë kemi punuar për disa aspekte të zhvillimit dhe jo vetëm të mbrojtjes të vlerave kryesore të Parkut Kombëtar Lumit Vjosa. Kemi nisur tashmë disa projekte, një pjesë e cilave janë për zhvillimin e turizmit komunitar dhe për zhvillimin ekonomik të komunitetit, por për zhvillimin e aktiviteteve që nuk vjen ndesh me mbrojtjen e parkut, por për zhvillimin e aktiviteteve që janë në përputhje me objektivat e ruajtjes së vlerave kryesore për të cilat ne po ashtu e kemi shpallur te Park Kombëtar. Një projekt është që tashmë ne kemi nisur, është zhvillimi i turizmit komunitar përgjatë Parkut Kombëtar Lumit Vjosa, dhe ky projekt fokusohet në orientimin e komuniteteve që jetojnë përgjatë parkut për të përzgjedhur ato produkte turistike të cilat nxjerrin në pa vlerat që ka parku e njëkohësisht të zhvillojnë komunitetin, të zhvillojnë ata ekonomikisht dhe pse jo të përfitojnë nga vlerat e parkut.
Vjosa është gjithashtu një burim i rëndësishëm i kujtesës dhe identitetit kulturor. Historitë, traditat dhe rrëfimet e zonës janë pjesë e pandare trashëgimisë që shoqëron këtë lumë. Pas shpalljes së Vjosës park kombëtar, ka lindur nevoja që krahas vëmendjes për të ruajtur natyrën e këtij parku, lind nevoja për të ruajtur edhe të gjitha legjendat, këngët, baladat, historitë, sepse Vjosa nuk rrjedh vetëm nëpërmjet shtratit të saj dhe luginës, por në këtë rrjedh hyjnë edhe ana shpirtërore, këngët, legjendat, baladat, të cilat fatkeqësisht duke mos u evidentuar, ato kanë ngelur në harres. Një ekspedit është shumë e nevojshme për t'i grumbulluar këto legjenda dhe për t'i përgatitur ato si një udhërrëfyes apo një guid e cila do t'i shërbejë më mirë zhvillimit turistik. Ruajtja e Vjosës kërkon bashkëpunimin e të gjithëve, një park që nuk është vetëm një hapësirë shkëputur nga njerëzit, por një vend ku natyra, kultura dhe komuniteti ecin së bashku. Ka një postulat shumë të rëndësishëm në histori, një vërtet shkencore që asnjë prej studiuesve nuk e ka hedhur poshtë, e cila është jeta, fillesat e saj, jeta njerëzore, i kap buzë lumejve. Pra dhe ne dim nga historia shumë mirë që shoqëria njerëzore zanafillën e saj e ka ndërmjet lumejve Tigër dhe Eufrat, ndërmjet lumejve Huanhe dhe Yangtze, ndërmjet luginës së lumit të Nilit, nëpërmjet lumejve të famshme Indi dhe Gangu, të cilat u bën djepi i qytetërimit dhe civilizimit botror. Për komunitetin lokal, parku kombëtar i Vjosës është një mundësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe për promovimin e vlerave të zonës. Për ne Vjosa nuk është thjesht një lumë. Është pjesë e historisë sonë, e identitetit tonë, e kujtesës sonë kolektive. Në brigjet e saj janë rritur breza të tërë, janë krijuar këngë, rrëfenja, legjenda, zakone, që vazhdojnë të jetojnë dhe sot. Shpallja e Vjosës si park kombëtar është një moment shumë i rëndësishëm jo vetëm për Shqipërinë, por për komunitetet që jetojnë përgjatë saj. Ajo i dha një vlerësim të merituar një pasurie natyrore unike dhe njëkohësisht krijoi mundësi të reja për zhvillim të qëndrueshëm, për turizëm cilësor dhe për forcimin e identitetit kulturor të rajonit. Megjithatë, mbrojtja e një lumi nuk kufizohet vetëm te ruajtja e biodiversitetit. Bashkë me natyrën, duhet të mbrojmë dhe trashëgiminë shpirtërore, kulturore që është krijuar përgjatë Vjosës. Në përfundim të takimit, u hodh një hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit institucional, zyra e administrimit të parkut kombëtar Vjosa dhe qendra kulturore mediatike Antigone nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim promovimin dhe mbrojtjen e vlerave natyrore, kulturore dhe historike të zonës. Rritja e numrit të turistëve nëpërmet gjatë sezonit veror është shoqëruar dhe me më shumë kërkesa për shërbim shëndetësor. Sipas shefes së shërbimit shëndetësor, Valbona Lipe, rastet e paraqitura deri tani kanë qenë kryesisht të lehta dhe plotësisht të menaxhueshme. Strukturat shëndetësore vijojnë të jenë në gatishmëri për të shërbyer si banorëve ashtu edhe vizitorëve gjatë gjithë sezonit. Fluksi i lartë i turistëve që kanë zgjedhur përmetin gjatë kësaj vere është shoqëruar edhe me një rritje të kërkesave për shërbimin shëndetësor. Vizitor vendas dhe të huaj janë drejtuar qendrave shëndetësore për problematika të ndryshme, kryesisht të lidhura me temperaturat e larta dhe shqetësime të lehta shëndetësore. Për të përballuar këtë situatë, strukturat shëndetësore kanë shtuar gatishmërinë dhe kanë marrë masat e nevojshme për t'u ofruar ndihmën në kohë të gjithë pacientëve. Janë marrë masa për ofrimin e shërbimit të këtyre në rastet e paraqitjes pranë qendrave shëndetësore. Në të gjitha qendrat shëndetësore është i shpërndar udhëzimi, si dhe janë të afishuara dhe tarifat që duhet të paguajnë nëse personat ose turistët e huaj nuk janë të pajisur me kartën e sigurimit, që është njohur ndërmjet marrëveshjes si bëhet me ndërmjet dy shteteve të themi. Kemi një rast që di që është paraqitur pranë qendrës shëndetësore të Petran Çashov, i është dhënë ndihma
aty. Gjithashtu ne kemi organizuar dhe për banjat e banjës të ofrohet shërbim nga personeli infermieror dhe gjatë ditëve të pushimit, gjatë ditës së diel, sepse në ato ditë e shtunë dhe ditë e diel ka një fluks të lartë të vizitorëve pranë këtyre banjave të ujërave termale. Sipas shefes së shërbimit shëndetësor, Valbona Lipe, deri më tani janë trajtuar një sër rastesh, por të gjitha kanë qenë të menaxhueshme dhe nuk kanë paraqitur komplikacione serioze. Kryesisht i paraqiten janë të themi problemet e tensionit, që ankojnë për marrje mëndsh, të themi, dhe ndjenje të bjellit, si dhe themi dhe rastet e gastroenteriteve. Por që kanë pasur zgjidhje dhe kanë qenë raste të lehta, nuk kanë qenë raste problematike, të themi që mund të kërkonin trajtime të mëtejshme të këtyre pacientëve të themi ose vizitorëve të. Gjithashtu janë këshilluar gjithmonë që të kenë kujdes gjatë ecjeve, sidomos në kanionin e Pënjës, sepse për vetë veçoritë e tija që ka kanioni dhe të ruhen shumë nga pickimet, të insekteve, po edhe të zvaranikëve të helmues, të themi gjarprive të. Ndërsa përmeti vijon të mirëpres çdo ditë vizitor të shumt, strukturat shëndetësore mbeten të angazhuara për të garantuar një shërbim të shpejtë dhe cilësor për të përballuar me sukses fluksin e shtuar të sezonit veror. Temperaturat e larta kanë sjellë rritje të pacientëve në spitalin e Tepelenës, kryesisht të moshuar me sëmundje kronike dhe probleme respiratore. Mjekët këshillojnë shmangjen e ekspozimit në diell gjatë orëve të pikut dhe kërkimin e ndihmës mjekësore në rast përkeqësimi të gjendjes shëndetësore. Arritja e temperaturave gjatë këtyre ditëve ka sjellë shtim të fluksit të pacientëve në spitalin e Tepelenës, veçanërisht të personave të moshës së tretë. Sipas mjekëve, ndër rastet më të shpeshta kanë qenë pacientët me probleme respiratore, kryesisht të prekur nga astma, të cilët kanë paraqitur përkeqësim të simptomave dhe rëndim të gjendjes shëndetësore. Vizituar të smurët astmatik, për shembull që gjatë kësaj periudhe kanë pasur raste me rëndim të gjendjes së tyre, të smurët me sëmundje kronike të mushkërive siç është spoku, gjithashtu kemi pasur raste të shtuara, dhe kardiopatët, të cilët bëjnë ndryshime të thelbësore të tensionit dhe rëndim të gjendjes tyre. Specialistët këshillojnë personat me sëmundje kronike, veçanërisht të moshuarit, që të shmangin ekspozimin e zgjatur ndaj temperaturave të larta dhe qëndrimin në diell gjatë orëve të pikut. Mirë është që të kufizohet qëndrimi i tyre në diell gjatë kësaj periudhe. Mjekët rekomandojnë që pacientët me probleme respiratore të tregojnë kujdes të shtuar gjatë periudhave me temperatura të larta dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në rast të përkeqësimit të simptomave. Kujdesi dhe parandalimi sipas tyre mbeten faktorët kryesor për shmangjen e komplikacioneve gjatë muajve të verës. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër në përfundim të hetimeve dhe shqyrtimit të gjyqësor kërkon 30 vite burg për shtetasin THM, i akuzuar për veprën penale vrasje në rrethana të tjera cilësuese, parashikuar nga aneni 79 i kodit penal. Hetimet mbi procedimin penal numër 240 të vitit 2024 arritën në përfundimin se i pandehuri THM është fajtor dhe prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër në paraqitjen e diskutimit përfundimtar kërkon dënimin e tij me 30 vite burg për vrasjen e çiftit të moshuarve KI dhe KI në fshatin Bodrisht Dropull. Në vijim, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër shpreh angazhimin e plot për hetimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryen vepra penale kundër jetës dhe shëndetit. Policia rrugore e Gjirokastrës ka intensifikuar kontrollet në të gjitha akset e qarkut gjatë sezonit veror për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve. Me përdorimin e dronëve, radarëve dhe makinave inteligjente, fokusi mbetet parandalimi i aksidenteve dhe garantimi i sigurisë rrugore. Gjatë periudhës 1 deri në 23 korrik janë arrestuar 4 drejtues mjetesh dhe janë proceduar penalisht 13 të tjerë për drejtim të parregullt të automjeteve dhe shkelje të rregullt
rregullave të qarkullimit. Pashtu janë pezulluar 6 leje drejtimi. Bilanci kontrolleve tregon se janë vendosur gjithsej 4.308 masa administrative. Shkeljet më të shpeshta lidhen me tejkalimin e shpejtësisë, ku janë dëshkuar 1.624 drejtues, si dhe me 1.521 parakalime të gabuara. Janë vendosur gjithashtu 907 masa për ndalim ose parkim të gabuar, 48 masa për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 5 masa për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit dhe 203 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia rrugore bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në akset urbane, interurbane dhe rurale, ndërsa u bën apel të gjithë drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit, të shmangin shpejtësinë, alkoolin në timon dhe manovrat e rrezikshme, duke kontribuar në rritjen e sigurisë rrugore. Gjithashtu, qytetarët ftohen të denoncojnë çdo shkelje në numrin pa pagesë 112. Galeria e Arteve në Memalia i ka çelur ekspozitën Arti shqiptar përballë Modiglianit, rastësia përballë ndikimit, e prezantuar më herët në Tiranë dhe Prishtinë. Ekspozita sjell vepra të certifikuara të piktorit italian Amedeo Modigliani, të vendosura në dialog me krijimtarinë e artistëve shqiptar dhe do të mirëpres vizitorët deri në 23 gusht. Ekspozita Arti shqiptar përballë Modiglianit, rastësia përballë ndikimit, është çelur në Galerinë e Arteve në Memaliaj, duke sjellë për publikun një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike të këtij sezoni. Pas prezantimit në Tiranë dhe Prishtinë, ekspozita vjen ekskluzivisht në Memaliaj, me synimin për të afruar artin e madh edhe pranë publikut të qyteteve të vogla. Në qendër të ekspozitës janë vepra të certifikuara të piktorit të njohur italian Amedeo Modigliani, një prej figurave më të spikatura të artit modern të shekullit e 20, krahas veprave të artistëve shqiptar, duke krijuar një dialog mbi ndikimet, ngjashmëritë dhe veçantitë e krijimtarisë artistike. Sot ne kemi një nga artistët më të mëdhenj të shekullit e 20, pas ekspozitës në Tiranë, në Kosovë dhe në Shkodër, jetë nekas në Memalia për të një javë rreth një muaj deri në datën 23. Ekspozita synon të krijojë një ur komunikimi mes artit shqiptar dhe atij europian, duke i ofruar vizitorëve mundësinë të njohin nga afër një koleksion të rrallë dhe të reflektojnë mbi ndikimet që arti ka përcen përtej kufive. Kjo ka qenë një marrëveshje që bënë me Fundacionin Modigliani për të promovuar jo vetëm artin e Modiglianit, por edhe ngjashmërinë që mund të ketë në artin shqiptar, në piktorët shqiptar të shquar, të cilët në një mënyrë apo në një tjetër kanë hedhur në telajo apo në strukturat e tyre konceptin e Modiglianit, që mund të shikohet në format e trupit, të qafës, Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri në 23 gusht, duke ftuar artëtarësit, studiuesit dhe vizitorët të njihen me veprat e një prej emrave më të mëdhenj të pikturës botërore, në një takim të veçantë mes artit shqiptar dhe trashëgimisë Modiglianit. Në fshatin Hundkuq të bashkisë Gjirokastër, Apostol Cango vazhdon të mbajë gjallë zanatin e gurgdhendjes, të trashëguar nga Jati. Pas shumë vitesh emigrimi, ai u rikthye në vendlindje për t'ju përkushtuar sërish këtij profesioni, duke ruajtur një traditë që për dekada ka qenë pjesë e identitetit të zonës. Në fshatin Hundkuq të bashkisë Gjirokastër, Apostol Cango vazhdon të mbajë gjallë një prej zanateve më të vjetra të zonës, atë të gurgdhendjes. Ai e nisi rrugëtimin e tij si gurgdhëndës që në moshën 16 vjeçare, një zanat të cilin e mësoi nga babai i tij. Pas shumë vitesh punë emigrim, zgjodhi të rikthehet në vendlindje dhe t'i përkushtohet sërish këtij profesioni. Këtë zanat e mësova nga babai. Isha babai murator edhe mësoj mua. Kam qenë në Greqinja 18 vjet në Athinë, me babai në përkisha, pastaj era në vendin tim. Punoj në vendin tim aty. Atë më punoj duar, do ta bëj, pastaj ta bëjnë tjerët.
Për Apostol Cangon, puna me gurin kërkon përkushtim, durim dhe shumë përvojë. Ai thotë se ky zanat nuk është i lehtë për të ushtruar, ndërsa një nga sfidat më të mëdha sot mbetet mungesa e fuqisë punëtore dhe interesit nga të rinjt. S'kemi fuqi punëtore. Ka një kur të vitë jashtë. Përmes mjeshtërve si Apostol Cango, ky zanat vazhdon të mbijetojë duke përcjell një traditë të vjetër dhe vlera që kërkojnë të ruhen edhe nga brezat e rinj. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, mirë takofshim.